Ministri Rama. Patjetër që e kam menduar, por Bashkia e Tiranës ka një buxhet të mjaftueshëm, pra është gati me buxhetin e të gjithë bashkive të Shqipërisë dhe nëse ky buxhet që për mua është goxha i lartë, nëse administrohet në respektim të ligjit, unë mendoj se edhe me blokadën që do t'i bëj qeveria dhe kjo është e sigurt, mund t'ja dalësh që ti të zbatosh gjithë prioritetet. Në këndvështrimin tim, më e rëndë se blokada e qeverisë Rama 4 është blokada e Këshillit Bashkiak, e cila në shumicë është e majorancës dhe për propozime apo ndryshime ligjore të rëndësishme në interes të publikut për asistencën sociale që ne vazhdojmë të tallemi me njerëzit duke i dhënë 80.000 lekë të vjetra apo shumë problematika të tjera, dashje pa dashje do kalosh në votim në Këshillin Bashkiak. Kështu që unë mendoj se këto janë gjëra që te kalohen, këto janë gjëra që te kalohen sepse unë do vijoj edhe nesër që t'jem në krye të kësaj kauze që kam marrë, që për çdo konstatim të një vepre penale, unë t'i drejtohem pavarësisht se kam rezervat e mia dhe nuk kam besim ke spaku, po ligji thot që ti je detyruar ta çosh ke ai organ hetimor. Ndërkohë që letrat duhet jenë aty dhe nesër çdo antar i Këshillit Bashkiak i cili vendos që të bllokojë punët e Tiranës do të përballet me ligjin. Ndërkohë në raport me trafikun, të cilët e përballin të gjithë, do me thënë mund të kthehesh më shpejt nga Shkodra në Tiranë, megjithëse edhe ky aks është bërë nga Vlora në Tiranë, sesa të futesh nga Casa Italia në qendër të Tiranës. Pra, është një kolaps. Unë fillimisht këtë kam propozuar dhe në 2022-shin për të bërë një kalim nëntoksor, kalim i cili do ta ketë hyrjen tek Universiteti Nën Tereza dhe duke mos prekur fare pjesën e qendrës në krah të Bashkisë të Tiranës, pra të sheshit Skënderbej, dhe ky nënkalim të kaloj të përfundoj tek Unaza e Madhe ose tek fundi i stacionit të trenit ose bulevardit Zogu i Parë. Çfarë bën kjo? Kjo në këtë aks fillestar merr gjithë trafikun që bëjnë atë rrotullamen që dalin ke Hotel Tirana, Emezi, dalin pasaj jo ke rruga Kavajës, ke rruga Durrësit. Kjo të gjithë atë fluksin e makinave në këtë seksion e redukton duke i dhënë frymarrje qytetit në këtë segment. Ndërkohë që me perspektiv, pra ky ka qenë projekti për programin 4 vjeçar, në perspektiv të bësh të njëjtin nënkalim me destinacion Kino Studio kombinat. Dhe të dyja këto akse që priten në formë kryqi, unë mendoj se do ta shfryjnë në mënyrë maksimale trafikun, duke i dhënë frymarrje edhe mënyrës së jetesës në Tiranë. Po kështu, duke akomoduar rrjetin e transportit falas për nxënësit, pra sepse një prind që merr makinën e tij dhe sa nxënës ka, çdo nxënës po të shkojë me prindin e tij në shkollë, ju e dini shumë mirë çfarë ngarkese e madhe, sepse unë do doja shumë që për nxënësit e 9 vjeçares të ofrohej edhe mësimi jashtëshkollor, të ofrohej edhe ushqimi i drekës, të ofroheshin edhe kurset jashtëshkollore. A mbani mend ne kemi hequr dorë nga kurset. Ne për shembull gjithë artistët e sotshëm që janë, sepse unë kam qenë pjesë edhe vetë e Pallatit të Pionerëve, kishim ca kurse jashtëshkollore që jo vetëm zbuloheshin talente të reja, por merrte një kohë shumë të madhe nga jeta e fëmijëve për të mos mbetur as në rrugë, po as në celular. Ndërkohë që mund të investojmë qoftë me objektet sportive, qoftë me këndet e lojrave, po mbi gjitha me ato sheshet e gjetbruara,
ku mund t'jenë shumë e mirë, jo vetëm për moshën e tretë, po dhe për gjithë moshat që jetojnë në Tiranë. Ndërkohë që pjesë e trafikut janë edhe ardhjet nga zonat rurale, për shembull nga Ndroqi, nga Peza, nga Petrela, nga Fresku, fshatar të ndryshëm, të cilët e kanë në mënyrë jetese ardhjen në Tiranë dhe shitjen e produkteve të ndryshme. Nëse ne në të gjitha këto njësi administrative do ngrem pikat e grumbullimit, pra çfarë bëjmë? Ne jo vetëm punësojmë njerëz, jo vetëm pra hapim vende pune, jo vetëm ne ato fshatarin i japim një mundësi që ai të kthehet në pronën e tij dhe të marrë prodhimin tjetër, pra i reduktojmë atë ditën e humbur duke ardhur për ta shitur mallin në Tiranë, por ndërkohë ne kufizojmë edhe një pjesë të mirë të trafikut që vjen për shkak të aktivitetit që ka X apo Y fermer. Mendoj se ka pika shumë në programin tim, qoftë me rikthimin e jetës artistike kulturore, ku fokusi kryesor është rikthimi i teatrit aty dhe ashtu siç ishte, sepse nuk është një kauz vetëm e aleancës për mbrojtjen e teatrit, por është edhe një kërkesë e bërë në auditimin që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit, shoqëruar edhe me një kallëzim penal, ku kërkohet që teatri kombëtar të rikthehet sipas projektit të vitit 1938. Patjetër që po, ne do t'i rikthejmë Tiranës kinemat, do t'i rikthejmë, le të ketë kinema në të gjithë qendrat tregtare, nuk kemi asnjë lloj kundërshtimi, po sa më shumë pika edukuse, kulturore, artistike të ketë Tirana është edukimi i një brezi të shëndetshëm dhe mbi të gjitha nëse ne i krijojmë kushte këtyre familjeve, qoftë me kredite buta, qoftë me bizneset e vogla që kërkojnë një ndihmë nga ana e Bashkisë Tiranë, sepse po ta dini ju Bashkia Tiranë ka dhe një fondacion, një shoqëri e cila përdoret për ka 25% të kësaj kompanie dhe përdoret për kredidhënie. Pse kjo kompani të mos jetë për të mbështetur gjithë familjet e reja me kredi të buta, për të ulur moshën e lartë që ka arritur Shqipëria për shkak të shpopullimit dhe për t'i krijuar gjithë tyre çifteve të reja, familjeve që sapo krijohen, bashkë me të ardhmen e fëmijëve të vet, një jetesë shumë komode në territorin e Tiranës. Zonja Kalaja ju bën një ekspoze të qartë të programit, por